بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa ta'ala, o dhe zënë në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa të se në lënë të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastë, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionin e radhë të parë të përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi kalu me agjerim, Allahu agjerimit na e këtë pranu, gjunat na e këtë fal, na këtë liru pi zjarmi xhehenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Asali sa ka thirë zoni akşamit historik sa 52. Sonde inshallah taala tema e radhës apo agjerimi në mëson që ne të pendohemi dhe të kthehemi te Allahu subhanahu wa taala. Pa dyshim se për këtë temë ka nevojë të flitet. Kem folë edhe në fillim të Ramazanit, gjithsesi në hutbet e ditës Xumë, që para Ramazanit besimtarit duhet të pendohet te Allah subhanahu wa taala, po kjo nuk do të thotë që tash nuk duhet edhe këto ta ketë në hatër gjatë Ramazanit, se ne jena njerëz që bëjmë gabime, bëjmë lëshime. Vetë veprimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetë praktika e tij na jep një porosi të madhe. Çka është porosia e praktikës së pejgamberit alaihi salam? Thot një prej sahabeve, ja kom numëru, thot pejgamberit alayhis salam, një mejlis, një tubim, thot ma shumë se 100 herë astaghfirullah wa atubu ilej. Në thonë, një tubim, kur ullë ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shokët e vetë të ndajt, mbrenda që ati mejlisit të ke 100 herë astaghfirullah wa atubu ilej. Tash ti para me do një pejgamber si Muhamedi alayhis salam, i cili është vula pejgamberve, të cilit ju kanë falë gjunat e ma parshme, të hershme, të ardhshme, edhe apet sa apet a i ka kërku falje. Kur a i ka bu kështu, çka na mbet neve? Do të thotë çështja e pendimit, çështja e tawbes, që me fjalën astaghfirullah wa atubu ilej në kupton tawbe, pendim, kërkim falje për mëkatet, do të thonë është e nevojshme. Vërtet njëra nga përfundimet më të mëdha për muslimanin në këtë muaj të begat, në këtë muaj të rahmetit, është pendimi i tij, kthimi tek Allahu subhanahu wa taala. Llogaritja e vetvetes së tij dhe rikthimi, rishikimi i historisë së tij, do të thotë rishikimin e vetvetes, duke llogarit veten. E apet po them sidomos kur ne pothuajse sa dhe kaluam edhe ditën e 17 dit i kaluam, do më thonë na kanë bet edhe 12 dit agjerim, edhe përfundon mu i Ramazanit. Kanë bet veç edhe 12 dit kanë bet. A kem nevojë na t'ja bojmë një rishikim historikut tonë në këto 17 dit? Po. A mund të dikush prej neve me dalë që tash me thonë se jo valla unë në qëto 17 dit jom konë shumë i mirë, s'kom bo gjuna, s'kom bo gabime. Inshallah, unë e kësha pas qef me pas kësi njerës, po unë për veti s'jam qaj. Unë për veti e kësha vetën që në këto 17 dit kem pas shumë mangësi, kem pas shumë gjunahe,
se kjo është natyra jonë, natyra e njerëzve. Por se elhamdulillah që e kem një Zot i cili është zbujor, i cili na thret, na pret që na mu kthy te ai, mu pendu te Allahu te bareke ve taala. Në këtë muaj dashurit e mi, pendimi e ka rëndësinë edhe shumë më të madhe se pse po them e ka rëndësinë edhe shumë më të madhe se edhe rrugët e pendimit jon edhe më të lehta më kthy te Zoti, çysh jon më të lehta. Sepse në këtë muaj shejtanat çka prangosën. Robi nëse në këtë muaj nuk është afër Zotit, atëherë s'di kur duhet më kon afër Zotit. Çdo kthim e ka më të lehtë, se nuk e ka ato që i bën cytje dhe i përshpërit të veshi, thonë hajtë se të neve e ke pa shumica e njerëzve kur bin gabime edhe është një gjë që ka i qënë në humbje është pastoj, hajtë nesër, hajtë që shash edhe pak. E kjo do më thonë që në gjuhën arabe i thonë sofe, që kjo sofe, kjo është me i thonë me pak fjallë është vrasës real që e vret njeriun. E vret njeriun, e vret. E vret njeriun do më thonë se e len, hajtë nesër, hajtë edhe pak. Kur do më falë, o Allah, hajtë se nesër janë nisi më falë. Veç kër e shej ka orë me leku i vdekis, ka orë me amor shpirtin, e shej se ka orë momenti me u dalbi kësaj dunjoje, ndërsa aj ato që ka u duft me i kry si ka kry. Dera e pendimit do të thot për begative të këti ummeti ose Allahu na i kalon dyrët e pendimit hapun. Ndërsa për begative tjera të mëdhaja që jon është begati që s'ka çmim që e pagun, është se ty Zoti edhe mu kur ka kërku prej me edhe te mu pendu, mjafton ti me sinceritet më kthy Allah subhanahu wa taala, nuk ki nevojë ti me e marrë një ndërmjetësues apo me shku te dikush tjetër sikurse e kanë tjerët e kanë shkon te prisi i tyre fetar, i kallzon kombo kështu, kombo ashtu, kombo kështu, e tani ai ndërmjetëson te Zoti më afal gjinohen. Në Islam kjo s'ekziston. Në Islam ekziston një gjë sinqerisht më kthy Zotit edhe me ndike që ardhe për mëkatin që e ke bëu edhe mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Ku do që t'jesh auton? Ku do që t'jesh? Në çfarë do vendi që je? Nuk ka kush që ti duhet të marrë në xhami, mu pendu te Zoti. Jo, ti mundesh edhe pi shtëpisë tënde, pi punës tënde, në rrugë, në kerr, ku do që je me thonë ja Rabbi gabova përballë urnave tu, gabova për balë teja, ja Rabbi, falem, po pendonat e ti, po kthejnat e ti, o Zot. Edhe Zoti e don këto. Do thoti begative të këty ummeti është se Allahu ja kalon dyrt e pendimit hapur. Bilem, Allahu është një ajet në Kur'an që ulemat i kanë thonë ajeti ma shpres dhëns. Nuk ka ajet ma shpres dhëns në Kur'an se kë. Kanë thonë ulemat. Që kjo ka thonë ajeti ma shpres dhëns në Kur'an. Cili ajet? Ku Allahu thot, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj Muhammed robët mi të cilët e kanë ngarku me veten me gjunohe, e kanë tepru me gjunohe. La taqnatu min rahmatillah, mos hubni shpresën për rahmetit Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Sa Allahu i fal gjitha gjunohet, innahu huwal ghafurur rahim. Tash dikush thot, Allahu i fal gjitha, po gjitha vallahi i fal. Allah e falë dikano që 50 vjetë so falë, po pasha Zotin e falë edhe ato kur i kthehet Zotit. Allah e falë dikano që 50 vjetë ka pi raki, e mbas 50 vjetëve e kalon o këthit e Zotit sinqerisht, po vallahi edhe ato e falë. Qëfar do punë që e ka bo, robi, kur kthehet sinqerisht e Allah e falë. Allah e falë edhe shirkun e falë. Edhe shirkun Allah e falë kur robi kthehet e Allah. Kur e len shirkun, kur e len ato, edhe i kthehet Allahut, Allahu e fal. Rastin historinë islame ka të shumta. Një për rasteve për përmendi, një për i dhujtarëve ka qenë i dhujtar.
i dhujtar ka qenë, po e ka pranu islamin. Në momentin që e ka pranu islamin, ka thirë kushtrimi për luft. Ka thirë kushtrimi për luft, edhe atër ju ka bashkangjit ushtris pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Halo, kjo as ka bu namaz, as si ka ro me fal një namaz, edhe që ka thonë shahadetin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ka thirë kushtrimi për luft, është kon luft, është vra. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta? Tha, punoj pak, e fitoj shumë. Tash para më do veç një fjallë goje e ka thonë, edhe u shku në luft ka marrë pjesë. Se islami, pej begative të këti dini që po kon frigën nga njëherë që shumë prej neve, sem të ja ditë këti dini, është se na kur të kthehemi të Allahu te bareke wa taala, kur pendohemi sinqerisht, Allahu na i fal me katet tona çfarë do kofshin ato. Ka në hadith pejgamberi s.a.s. Ndëgjaj këtë hadith është shumë interesant ky hadith, edhe të regon bujarin e madhe të Allahut subhanahu wa ta'ala, të regon faljen e madhe të Allahut. Nesër një njeri thot del para Allahut te bareke wa ta'ala, që ky njeri mund është më konë dhe tjedhune. Allahu thot e merë këtë rob, edhe anismi janë numru gjinohët, thot, ja abdi, o robi jam thot, e të dhkuru jomen këdhe, atë kujtot filon dita, filon vendi, ki bo kështu, janis Allahu më janë numru me katët. Janis më janë numru Allahu me katët, deri sa ardhën në transmitim, kë rob thot helekt, u shkatrova. Ky mendon që Allah po dën më janë numru me katët dhe po dën me dënu për to. Atër Allahu thot, unë ti kom mbulu, thot ty në dynja, sa ke qenë dynja, kërkus ti ka po këtu. Sa do në po ti fali. Atër e ky rob, është anë transmitimi, thot Allahut, kur Allahu e fali, edhe i thot me lojkeve, jep janë i librin, ka e djath, tha e kushemer librin, ka una e djath, është për shpetumve, këthet Allah, thot, ja robi, po në i koma do gjinohet tjera që i kom bo që s'mi ki përmen. I koma do gjinohet tjera. Atër Allah subhanahu wa ta'ala, jo që si ka dit, po s'ka do është Allah me ja përmen. I thot me lojkeve, shëndrenin të mirë ato gjinohet. Subhanallah. Qëfar bujarije. Që do thot që kjo është bujarije dhe së mund është me gjetë më bujarë se Allah te bareke wa ta'ala. Por se pejneve kërkot veç mi u këthy Allahut, Tebareke wa ta'ala. Ky muaj dashurit e mi, muaj Ramazanit, është muaj apo është stin? Është stin e tëubes, e kthimit të Allahut, edhe stin e faljes. Allahu e ka bo këtë muaj dashurit e mi. Allahu falë edhe në muaj tjertë. Nuk është e veçante Allahut se Allahu falë veç në Ramazan, se më konë veç në Ramazan ku për nejnë, a ishim bo helaq. Jo, Allahu falë edhe mujë këtë, po në Ramazani e ka një veçori që dalot për mujëve tjerë që falë Allahut është shumë ma e madhe. Edhe mundësit për më të falë gjinat jërë shumë ma shumë, se ka loj shmerit i badeteve. E këtë i badetet dashurit e mi, aludojnë, e kanë një fryt një përqus, që unë e pe përmendin një. Që na e bojmë. Ka në hadith pejgamberi s.a.s. Thot kur robi lidhët namaz, e pëse ka muhabet të ulemat të këj hadith, po ma ena në kuptimin e ka të drejt, e të mirë. Thot kur robi lidhët namaz, thot Allahu Akbar, Allahu i thot ngarkaja një robit me katët, ngarkaja robit me katët, në kokën e ti, i ngarkohen thot me katët. Kur bjen në ruqu, thot i bin ato. Kur e merë tekbirin e dytë, për me ra në ruqu, i bin me katët. Deri sa nuk e përfundon këtë namazin, pastrot pi me katët dhe robi. Qfar begatije, subhanallah. Qfar begatije. E Ramazani, që se ka këtë mundësi, e ki mundësi në syneteve, që në synetet e namazit.
Pastaj është çka? Jon farzet. Pas farzeve çka jon? Jon namazet vullnetare, sikurse çka? Taravia. Në taravie ki mundësin, kjo vëllëton çdo natë Zotit që i falti, sa do që i falsh, e ki këtë begati, e ki këtë mundësi, e kjo për këta du të me falendëru Allahun te bareke wa ta'ala. Është transmetuar në hadith vërtet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thot Allahu, e ky hadith o kutsi, inna Allah yabsutu yadahu bil-lejli li yatube musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari li yatub musi'u al-lejl. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, që thash ky hadith o kutsi, thot Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet me katuesi ditës, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet me katuesi natës, dhe kjo ndodh kur kjo çdo ditë proces ditor, ditën e natën që ndodh. Vazhdon kështu kjo gjendje derisa nuk lind dielli në perëndim. E ju e dini, lindja e diellit në perëndim o prej shenjave të mëdha të kiametit. Kur të lind dielli në perëndim, Allahu mo pendimin se pranon. Mbyllën dytë e pendimit. Derisa nuk lind dielli në perëndim, Allah e pranon pendimin. Momentin kur lind dielli në perëndim, Allah mos e pranon pendimin, nuk e pranon pendimin. Qepse na duhet mu pendu, se na nuk dim. Sot ka lind dielli, ku ka lind sot dielli, ditë e sotshit. Po thon sotshit se ne musliman me llogarin fetare mbas akshomit fillon dita e re. Po them ditën që e lam pas, dielli ka lind në lindje dhe ka përëndu sot në perëndim, apo? A jena të sigurt nëse nesër në mëngjes, kur të zgjohem ka me lind dielli në lindje? Këto veç një Allah e din. Se ka orë në hadith o përmend se dielli për një moment çka lind në perëndim. Të parë që e shohin, jon ata do më thonë që dalin me fal namazin e kuj? Namazin e sabahut. Jën dal me fal namazin e sabahut me xhamat. Ata e shohin të partë këto. Edhe thot kur të ndodh atëre lind dielli në perëndim, atëre kjo një pishenjave të mëdha të kiametit, edhe Allahu nuk e pranon më pas kësaj, se pranon pendimin. Gabimet tona janë të shumta. Gabimet tona janë të shumta dhe nuk mundesh me gjetë njeri, unë që po flas, ju që po ndëgjoni, nuk mundesh me gjetë dikën që s'ka gabime. Këtë kena gabime. Vetëm se na dallojmë, aty ku dallojmë na. Dallojmë në sasit gabimeve. Dikush është gjunahçar si Adon. Gjunoj, dikush është pak gjunahçar, a kena ka gjunahçar, e kena edhe një dallim tjetër. Dallimi i kthimit te Allahu subhanahu wa taala. Që kjo dallim esencial mes besimtarit vërtet edhe të tjerëve. Se besimtari i vërtet kur bjen gjuna, kthehet me njëherë te Allahu, pendohet me njëherë. Ndërsa të tjerët do të thotë ju flajnë gjunahet, janë zënë gjunahun. Sikur se o hali munafikut, edhe kjo picësive të munafikave është çka? Do të thotë gjunahi është për to, sikur se thot ka orë në hadith, kur dikuj në hundën e tij kapet një çka? Një mizë. Dhe kjo miza kur e largon, çashtu se deve që jalen gjurëm, se ka gajle. Për fat keq ka shumë kësi njerëz. Wallahi billahi, ka njeri që brenda ditës i bën shumë gjunahe Zotit, edhe se ka gajle atë punë. Edhe nuk ka kur farë reaksioni, nuk bën zemra e tij. E Zoti na rujt, po them Zoti na rujt, Allahu na rujt për kësaj gjendje, me bo më që në gjendje e një robit kështu, mos me reagu zemra, mos me reagu ai nefsi qortus, që është se cili në vetveten e vet e ka shpirtin shqetësus, domethënë qortus falemni. E ka atë brenda që e qorton,
e ka se cili këto. Ama ky ngjallet, mbahet gjallë, ka gjallëri edhe vdek. Mbahet gjallë me punë të mira, vdek me punë të këqija. Vetë pejgamberi sa ose na ka kallëzu, ka thonë, kur robi e bën një gjuna edhe nuk pendohet, çka bëhet me to? I bëhet një pikë e zezë në zemër. Sa e bën një gjuna, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në zemrën e tij bëhet ka një pikë e zezë, kanja, deri sa i bëhet zemra katran. Çata Allah e ka përmend surën Mutaffifin, kalla bal ala qulub kalla bal ala ala qulubihim bima kanu yaksibun. Në zemrat e tyre ka rana. Çka që kjo rana që o përmend në ajet, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, në zemrat e tyre ka rana është do të thotë ju ka bo zemrat që thojmë na katran, zepi gjunahove. Qaj, po thot Enisi, Allah hasente, qaj, si qaj, e ki po katrana, qymyri, e ki po qymyri që shë? Qashtu bëhet, qymyr zemra i bëhet. Nuk la ya'riful ma'ruf, kanë thonë ulemat, nuk një zemra të mirë, nuk një, s'ka, edhe vallahi ka që si njerëz auton. Kur i thush me bo mirë, thush ti do me shtin gjuna. Se zemra ati së mësu me bo mirë, së mësu me pranu të miren. E kjo bëhet si shkak i gjunahove. E ndërsa kur robi bën punë të mira, i bëhet një pike bardhë në zemrën e ti. Se cilën punë të mirë i bëhet ka i pike bardhë, deri sa zemra e ti bëhet ma e bardhë se qumshti. Pasha Allahun që është një, e kon po para njës kohë, ka kohë, s'po di tash mos të botë rend, po ka, shumë ka që e kon po këto. Nështë ta ka vit, ma shumë se një vit nështë edhe. Kon po një vit do që e kanë qitë në një spital për spitaleve në Arabinë Saudite, që e kanë boj intervenimin në zemër një personit. Ja kanë boj një intervenim. Zemra zakonisht fan gjyre ka? Të kuqe ka? Apo? Pasha Allahun me sytë mi e kon po vitën e kon po bardh, bilur që shë përmen hadith. Edhe thot ai doktori, kardiologi që ka intervenu, thot jëm interesu, thot se e kon dit hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kër e ka pyet për personin, ka thonë nuk ngjohim vendin ton njeri, do thot ma ba mirë se ky njeri, nuk ka hiç. Në këtë punë të kajrit i pari është alëftan. Para të arsyt dashurit e mi, Allahu na i përmisov zemrat tona, na i pastroft ato, na i përmisoft ato, ja Rabbel Alemin. Gabimet tona janë të shumëta, po falja e Allahut është e më e madhe. Gabimet tona janë të shumëta, po falja e Allahut është edhe më e madhe se gabimet tona. Për atë Allahu te bareke ve taala, që shka thot në Kur'an, e ka përmend një cilësi të besimtarëve. Kjo cilësia e robëve të mirë të Zotit që kthehen te Zoti shpejt. Që shka thot Allahu? Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالله dhe ata të cilët kur bëjnë vepra të turpshme, bëjnë gjinohe, bëjnë gabime, apo i bëjnë dëm vetës, Dhekerullah, e përmendin Allahun, e kujtojnë Allahun që aja Allahu qka është falës, e kujtojnë që aja Allahu e dënë këthimin e robit, e kujtojnë Allahun që Allahu dënë robi mu pendu. Dhekerullah e fastaghfaru li dhunubihim, edhe atëherë Allahu thot, kër e kujtojnë ata Allahun, Allahu ja u falë gjinohet atyre. O me yaghfiru dhunube illa Allah, e nuk falë gjinohet kush tjetër për pas Allahut. O i dashur janë, wallahi me bo mësë me të falë Allahu,
Pasha Allahun këtë dynjaja me të falë, këtë dynjaja mu që me të thonë për të falim, po Allahu s'ka falë, s'ban fajtje falja njerëzve. Po nëse Allahu të falë, edhe këtë njerëz të këshyrin me synin se ti si e I falum, nuk të bënë dom ty kur gjo. Më rëndësi çka jetë të Zotit ti, që kjo shumë më rëndësi. Pastaj është arë në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të regon që ky muaj I mëshirës, Allahu e ka bo këtë muaj derë pej dyrëve të faljes me katëve. Aktu vëllai është një punë e rrezikshme. Sa ke zoni iftarit të kun? 52, që e kryva, me qëta dhe përfundova. Pasha Allah në rrezik është. Qëta që të me thonë, hapi vesh mirë tje dhune. Se në qëta, një pjesë e madhe, për fatë keqe agjeruzve, një pjesë e madhe hinta. Veç kanë Zoti e kam shëru edhe e ka kuptu agjerimin tamon edhe e pakun. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam minber është minber ajo aty ku hyp hoxha me mbajt ligjëratën e xhumos, tu hyp minber ka thonë amin, amin, amin. Sahabët pekëshyrin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk përshë që po fol me dikon, I thanë ja Rasulullah, pse the 3 herë amin? Një pej aminave se koha po na bën presion, se kisha shpjeguar të dy tjerat, tha më erë Gjibraili alayhis salam edhe më tha I humbur e I shkatrum qoft ai njeri I cili e mbrin Ramazanin edhe së mbrin mi u fal gjunatet. Pasha Allah nëse Ramazanin nuk të pastron për gjunave ty dhe mu kuku për ty për mu. Që I bjend kanë zonë amini pejgamberit a.s. A që të me thonë amini pejgamberit a.s. Ja ka bot dua po bën Gjibraili, po I përgjigjës duas Gjibrailit Muhamedi a.s. Dy krijesat më të mira të Zotit që Zoti I do fort. Ai po bën dua po thot I për ulum, e I shkatrum, e I humbur qoft ai që e mbrin në Ramazanin e nuk arrin mi u fal gjunohet e ti, pejgamberi sa po thot amin. Përgjigj o Zot kësaj lutje. Se fjala amin me përkthy na shpesh thojmë amin, amba tash me vëmë marrë dera dy na vet. Çfarë do të thonë fjala amin? Amin. Fjala amin kur thosh atë çfarë do të thonë? O Zot përgjigjo. O Zot përgjigjo. E tash lutjes pejgamberit sa ai përgjigjet Allahu ajo. Allahu na e bof që Ramazanin dashurit e mi me I bëri frytet e Ramazanit dhe mu pastru pi gjinohëve. Mu pastru pi bekateve. Mu pastru pi bekateve. Allahu është falës, e don faljen. Është bised mes Allahut edhe shejtanit. Kër e ka pyet shejtani, Allah ka thonë dej kur këme I fal ti këta. Dej kur këme I fal ti rob tu. Ka thonë vallahi dej sa ata më kërkojnë falje, unë këtë këme I fal. Allah është e madhë kjo pasha Allahun po. O Zot na fal neve, prindrit ton, na fal ja Rabbin këtë vend, këtë shtëpi për shtëpive tu, ku jem të bu me të adhuru ty. Mos bë që hala pa u shpërdan na piksoj xhamia ja Rabbi me na u fal gjunohat ja Rabbel alamin. Allahu na I fal gjunohat. Neve prindërit tanë dhe I fal gjithë muslimanët, ato ka kem qelluar mirësive të Zotit, ku ngabuar me edhe shejtanit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Edhe gjysmë minuti, se po do më shfrytëzu sa janë shumë. Me nxon çështo. Është u bë çdo nat një gabim që në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që kjo është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur falet jacia, mbas jacis, duhet me fal sunetin. Mbas namazit jacis, falet suneti jacis. Disa vllazën ton më ka ardhur lajmi se disa pas kanë thonë, na hajtë se na e bëjmë njëtë kur qohëm taravi që aty. Kjo në kundërshtim me sunnetin. E bën dhikrin shpejt nëse s'don muqu me një herë, e bën shpejt dhikrin, nuk pash pa tjetër mi thonë këtë dhikret, që
qosh i falë 2 recate edhe çështu ka vepru pejgamberi sa kjo sunnet, që kjo sunnet. Të mësohë me sunnet apo tanë. Nëse dojmë me punu me sunnet. Mbas jacis falet sunnetin, taravi me i bo bashk edhe taravis, edhe sunnetet, kjo nuk ka pi sunnetit kështu. Tash a bën as bën, këtë tërë muhabet është. Unë po du me mësu veten edhe juve si pas sunnetit. Se praktikimi i sunnetit e vdek bidatin. Praktikimi i sunnetit e vdek bidatin. E bidati e sjell bidatin. E me elon sunnetin me taravi, kjo sa për sunnetit pejgamberi s.a.s. Që kjo sa sunnet. Se këto e kom po obligim, që disa natë kom dosh me thonë, po hajtë sonte, hajtë nesër, kështu që tash e pas ka pas dakikin, une temen e kryva, jëtë ju jenë ndash kryeni, ndash mëse kryeni, une ato ju kalzova që ka duhet me bo, kështu që apet për thëmë. Me një herë, kur të kryhet selami, e bën dhikrin nëse do me bo, se dan qohë shautan i fal, nuk jenë gjuna dhe mu qume një herë, mu shkute që jenë gjuna, sin gjuna, e fal sunnetin, mos e le këtë vlerë sunnetit me t'ik, mos e le me t'ik këtë vlerë sunnetit, wallahu ta'ala.